Koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim mbrëm në Shkup mbajti konventën promovuese për zgjedhjet lokale të 19 tetorit, me çrast fjalim para të pranishmëve, patën të gjithë liderët e koalicionit. Ali Ahmeti tha se qeveria aktuale po e prek marrëveshjen e Ohrit, teksa pati porosi edhe për kryeministrin Kristian Mickovski. Arben Taravari tha se pas 19 tetorit, faturën e fitores do t'i çojnë kryeministrit Gruevski, kur shqiptarët me votën e tyre do të deklarohen se kush dëshirojnë t'i përfaqësojë. Kristiani me argatët e tij, me gabimet e një pasnjohshme që bën, vetë që i organizon dhe mobilizon shqiptarët. Kristiani duhet t'i ndalë kasnecët e tij, ata të cilët bëjnë raporte për Komitetin Ndërkombëtar se gjoja se Aleanca Kombëtare për Integrim i ka vënë gjithë zjarret në Maqedoni për djegjen e pyjeve e të fabrikave. Ne nuk jemi buravec që t'jedhim gurin e t'a fshehim dorën. Shkon deri aty me kasnecët e tij që informojnë edhe Brukselin edhe Washingtonin se ne duam të djegim xhamia. Shkojnë as larg sa Aleanca Kombëtare po përgatit të vras njërin nga kandidatët e tmerrshme, me qëllim që tani të bëj luftë e përplasje mes etnive. Arben Taravari tha se pas 19 tetorit, faturën e fitores do t'i çojnë kryeministrit Gruevski, kur shqiptarët me votën e tyre do të deklarohen se kush dëshirojnë t'i përfaqësojë. Jemi bërë bashkë sepse brenga jon kryesore, flas për mua personalisht, është rruga europiane e Maqedonisë. Ne ngecëm këtu. Fatkeqësisht jemi duke u larguar nga ajo rrugë. Shqipëria apron para, Malizi gjithashtu, kurse Maqedonia ngec. Unë e di që në 19 tetor do t'jetë plebiscit, fitore e madhe. Tash për tash është 2-1, me një fushat pozitive dhe të mirë, ajo do arrije dhe mund të arrije deri 3-1. Atëherë fatura duhet t'i çohet zotri Mickovskit. T'i thuhet urdhroni zotri kryeministër, ky është vullneti i shqiptarëve. A pas 19 tetorit, mendoj se duhet t'i ftojmë edhe vllazërit ton nga Vleni. Zjadin Sela tha se shqiptarët nuk do të lejojnë që të drejtat e tyre të merren, sepse të njëjtat u fituan me luftë dhe sakrificë, ndërkaq Skender Recep Zeidi tha se shqiptarët, ashtu siç nuk duruan qeverinë anti-shqiptare të vitit 2008, nuk e durojnë as qeverinë aktuale VMRO DPMNE Vlen.